Mjeku çudit botën, ja çfarë ndodh nëse flini pak. Kur ndiheni shumë të lodhur, patjetër që mund të ndjeni edhe sikur ju mungon kapaciteti i trurit. Një studim i ri ka treguar se kjo mund të jetë si pasojë e privimit kronik të gjumit. Eksperti Michel Belesi analizoi trurin e minjve që kishin gjumë të rregullt, atyre me zgjim spontan dhe me privim të gjumit dhe me privim kronik të gjumit. Duke përdorur softwarein skanues me blok fytyrë, shkencëtarët matën proceset e sinapave dhe qelizave në korteksin frontal të miut. Në mënyrë të veçantë analizuan qelizat e ruajtura dhe studiuesit të zbuluan se minjt e privuar nga gjumi treguan shumë aktivitet në këto qeliza. Gjetjet sugjerojnë se astrocitet fillojnë të thyen më shumë mbeturinat e trurit. Studiuesit treguan se sipas së gjetjeve të tyre, gjumi luan një rol kyç në produktivitetin e njeriut të gjatë ditës, në punë, studime dhe gjëra të tjera. Lodhja e tepër dhe humbja e koncentrimit mund të jetë rezultati i gjumit jo të mirë. Nëse bëni më pak gjumë se sa që duhet, të gjitha proceset e funksionit të trurit bëhen më të vështira.